I ka kushtuar 50 vite të jetës së tij, profesionit dhe pasionit për kafshët, por kjo gjë nuk e ka ndalur të vijojë këtë angazhim edhe pas daljes në pension. Megjithse sot ka 72 vite jetë, Gani Çelipia nuk e ndal punën dhe kontributin për t'i shërbyer kafshëve, siç ka bërë ndër dekada në fshatrat e Shkodrës dhe të Lezhës. Ai tregon se fillimet nuk kanë qenë të lehta, por pasioni dhe dashuria për kafshët e kanë shtyrë të mos heq dorë asnjëherë nga ky profesion. Veterinaria për mua është një njeri shenjt, do ta quaj njeri shenjt, sinqerisht do ta quaj njeri shenjt. Kur dikur shenjtët kanë mbrojt njerëzit edhe mbrojnë prap, na mbrojmë edhe kafshën edhe njerëzit, sepse tu i bësh shërbim kafshës, tu i rujt infeksionet, tu i rujt, na mbrojmë edhe njerëzimin. Gjithë jetën time për 50 vitesh, që mushi edhe pak ditë, kam punu veç me lopë. 90% aktivitetit tem është vetëm lopa. Me këte jam marrë kryesisht me riprodhimin dhe me kirurgji. Kirurgjin ma ka falë Zoti pak ma shumë se tjertë dhe këtë e ushtroj sot pothuajse në gjithë zonën e Shkodrës, edhe pak ma lehtë edhe në Lezhë. Kam operu lopë në linje, kam operu lopë me trupat huj, kam operu lopë nga smundje më të ndryshme që bëhen rreth 500 operacione tanë jetën teme. Dita e punës niseret në mëngjes dhe përfundon vetëm atëherë kur kafshët nuk kanë më nevojë për ndihmën e tij, shpesh duke përballuar orare të gjata dhe kushte të vështira në terren. Puna jeme node dal në 6 për shtëpijet. Dita e ditë, pi një kafe dhe marr klientët e mi që kam pas në punë, kam pas një ditë përpara. Si ka ecë nata me kafshët e smura. Mandej shkoj edhe herë i shoh edhe korrigjoj ato që mendoj se i kam lënë mangut. Dhe pse i korrigjoj? Korrigjoj sepse në mramët unë lexoj atë që kam bërë ditë. Dhe çe kam bërë kafshës, çfarë thot libri, sepse edhe herë edhe harroj, mosha bën vetë. Mandej gjithë ditën punoj nëpër fshatra, tu ja fillu në Velipoj, në Dajç, në Shkodër, ku të ketë nevojë. Por ka nevojë, shumë kanë nevojë. Megjithëse blegtoria është ul pak, por janë rrit komplekse. Edhe rendimenti nëse dikur ka kënë një sasi, sot është shumë fishu, sepse është rrit rendimenti. A ul numri kreve, a rrit rendimenti shumë. Sipas veterinerit, vitet e fundit vjetre një rikthim i të rinjve drejt blegtorisë, ndërsa apelon që ata ta shohin si mundësi zhvillimi brenda vendit, duke investuar në komplekse blegtorale në vend që të emigrojnë. Këto komplekset me mbi 10 kren, lop, janë më të interesuar dhe janë të interesuar vetëm për ato, por edhe me i shtu më shumë. Thash sepse një lop me më të mirë me 30 kg qumsht ose edhe 20 me kanë mesatarja, fitimi nuk është i keq. Dhe një pjesë e rinisë që po më vjen mirë shumë që kanë fillu me u marrë me blegtori dhe e kanë harruar emigrimin. Dhe një pjesë që po vinë, po vazhdojnë të mendojnë për blegtori. Sepse e ardhmja pa blegtori s'ka shoqëri. Dhe them që me këto inputet bujqësore, me këto nemesën e shtetit që mund të jetë edhe me të ardhmen inshallah edhe më shumë, njerëzit janë të interesuar për blegtori, sidomos për lopën. Historia e sjell nga TV1 Channel e Gani Çelipis është një mesazh frymëzues edhe për brezat e rinj që vjen në ditën botërore të veterinarisë.